Alo? Përshëndetje, drejtor, përshëndetje. Përshëndetje, Arben, qysh je? Mirë, marrë një informacion nga punëtorët nuk kam punuar në brëm, apo në mungesë të derivatëve. Çfarë po ndodh realisht? Jo, Arben, e vërtet. Në fakt, na është po ndodh që ajo që pikërisht e kemi njoftu edhe kemi trajtu edhe në mujt para prak, tash e 5 muj, ma intensivisht kemi bo thirrje edhe komunës edhe kejt akterëve mrena komune, më ullë me gjetë një zgjidhje, diçka që ka mungu deri që tash. Na edhe djej kemi qu email komunës me njoftu prapë që nga mramja rrezikoj me met pa shërbim për shkak të mungesës së derivateve dhe jo që kemi dash me nal punës, se na që tash me pas derivate që tash i marrëm ekipet edhe dalëm, nuk jem të interesum mu kriju kjo situatë, s'kemi qenë kur. Edhe nuk është një situatë që punimi mirë edhe na si ndërmarrje edhe si menaxhment, po edhe si punëtor, sepse edhe punëtorët nuk janë duke e përjetu mirë që nuk po mujnë me kryu shërbim. Kështu që na po presum me reflektu komuna, na ja kemi dërgu një email dje, na është thonë që ka gjasë që sot me pas na një takim zyrtar të shumë, jemi të prit me na njoftu. Përko, po pritet edhe një mbledhje asamblesë komunës, apo ku do të dahet një kërë? Nuk e dim për mbledhje, na kemi po thirrje të vazhdueshme edhe te kryetari edhe krejt pjesa tjetër e komunës, edhe kërkesën kur e kemi bërë subvencionim, na kemi kërkuar me na u pagu veç parët tona, mos jem edhe na borë, mos tingëllojmë që jemi një ndërmarrje borë edhe po jetojna veç edhe po mbjetojna veç me subvencione. Na po bëhet fjalë për 2.7 milion euro borxhe të papagume. Nuk ka nevojë më me çdo zgjidhje çdo sen. Edhe mo nuk kemi të lashë, me 2.7 milion euro na dhe borxhet i kthejmë pikën 0, edhe mo nuk i kemi problema as pagën. As ma shumë shërbimet. Po, jem që situatë, po presu me reflektu edhe komuna, me të paktën na kemi informatë zyrtare që komuna ka inkasu ofër 1 milion euro, edhe të njëjtat parë janë të mojtë në llogari tyne, derisa na me rregullore jemi inkasu, edhe na u pa mundsu, edhe normalisht që kjo situatë nuk është që është më në dorën tonë. Pej mëngjesit kemi kërku me bos zgjidhje edhe me operatorët që na furnizojnë me naftë, është e pamundën, normalisht sepse kanë shku